rikthyer në spektaklin tuaj, jeni këtu bashkë në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur. Këtu vinë vërtet për të folur njerëzit që janë një lloj pasqyrimi i jetës tonë, bile në të gjitha segmentet e saj. Zona e zotri, ne kemi fatin e mirë të rrallë, bile kishim prit ka herë që të na vi mysafir, një zotri i nderuar. Për ju, për ne, për të gjithë, zotri Andin Hoti. Falenderit. Zotri Andin, mi se erdhe. Mirë sugjetat, falenderit shumë për këtë priti ka shtë ngrohtë kështu dhe për fjalët dhe për respektin. Të kena prit ka herë? Falenderit. Puna jonë, angazhimi jonë, ka gja sfidu se bon. Mirë se erdhe, është nasi që të kemi musafir. Absolutisht njerëzit të njohin Andin Hotin si një aktivist, një njeri të shkolluar, të realizuar, me një aktivizëm tepër të veçantë, për të cilin vitet të tëra edhe të gjithë sikur frymojme, kërkojme, shpresojme e kështu me radhë. Ç'është vërteta, dua të ta them se njerëzit të njohin edhe të duan edhe për një gjë që është në bazën e vet tepër madhështore, se jeni djali i burrit të madh, politikanit, intelektualit të shquar Okshin Hotit. Ndjek gjithë jetën dhe shpeshherë kam thënë që pasuria më e madhe ime është respekti i popullit që kanë për mu për shkak të babit tim, dhe pasuria më e madhe që babi më ka lënë është kjo. Respektin dhe nderimin që marrë në baza ditore. Babi ka lënë pasuri të madhe këtij kombi, pasuri shumë të madhe, si intelektual, si nga emrat në politikë nga më të mëdhejt. Aty do më thanë ku mund të themi baza të historisë. Aty radhisim si Hasan Prishtinën, Okshin Hotin e plot të tjerë, modeli më i mirë i politikanit të realizuar bashkë cep më cep, po tingëllon pak me këta të vetvendosis, po në të gjitha segmentet. Andin je lindë në Krush? Në fakt jem lindë në Prishtinë. Në Prishtinë. Por jetën e kam bërë në Krush 11 vitet e para të jetës. 11 vitet e para të jetës. Po, procesin e lindjes, po më dojnana ka qenë në Prishtinë, pastaj tjerat kam bërë në Krush, po më shkruaj në Prishtinë, po me zamër jam Krush. Me zamër jam gjithmonë. Në realitet, babi, sa po doli nga burgu, u realizu një proces tepër i veçantë i izolimit të tij. Në mënyrë që mos me lënë me dal hiç as pe Krushe, mos me ardh si model as në Prishtinë, as në për qytete të tjera, dhe tashi brenda krejt kësaj të keqeje, babi bënte edhe atë që t'ju dëshmoj të tjerëve që në fund fundit zoti venit ku je, edhe aty ju çaj edhe në shkollë. Si e kujton atë fëmijëria, të kujtohet? Po, fëmijëria im nuk është që ka qenë ndoshta ndër fëmijëri që kisha desh me pas me apo dikujt tjetër në raste të caktuara, për shkak të shumë sfidave që kemi pas. Mendoj është një vend në dorëshkrimet e babit ku më krahason me këtë Manneken Piesin që është në Belgjik. Po mendoj babi ka pas probleme të shumta të bastisive, të shumta të policisë atëhershme jugoslave. Atë që e theti izolimi, është fotografia kur babi është ardhur në Prishtinë pas një kohe gjatë të izolimit për me vizitu tashmë të ndjerin Adem Demaçin, kur është kthy për gjakur. Kthy për gjakur në rrihet e dërmohet rrugës. Po, është një fotografi aty. Çdo lëvizje ti shihet rrezik i madh, absolutisht. Për armikun flas. Po, unë fakt tash vonë po i kuptoj shumë gjëra, sepse atëherë edhe kam qenë fëmijë, po vonë kam kuptu edhe me fakte të ndryshme që ka qenë i përcjellur më shumë se 24 orë. 24 orë ka dita, po ka qenë i përcjellur më shumë se 24 orë nga shumë punëtor të ndryshëm, të atërshëm, të
shërbimit sekret domethënë serb të UDBA-s që shujt, dhe unë kur kam dëgju shembull nga njerëz të caktuar që tash më kontaktojmë ose gjëra tjera ose më shkruajnë që babi ka pas shef shumë më dërgu në Dri. Krusha është përndej lumi Dri kalon nëpër Krush dhe këto janë kujtime ndoshta të pakta që unë im kam me babin tim si fëmijë, sepse 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç do Kriste, kisha pyetje si e kujton këto janë fëmirin me të? Paktat kujtime që i kam derisa nuk u ri Burgos për herë të tretë, sepse është ri Burgos për herë të dytë në vitet 90 në fillim dhe pastaj për herë të tretë është kjo. Burgoset 50 vjet për herë të tretë dënohet edhe 5 vjet të tjera. Kjo 5 vjet që i fundi. Masi hym këtu, domethënë në vitin 1981 janë grupi intelektualëve me Ukshin Hoti, Halil Alidema, Ekrem Kryeziu, Ali Kryeziu e përplot të tjerë, ndoshta ju mbesin borxh, edhe dënohet 9 vjet burg fillimisht, më pas gjykata supreme Jazbret, e mban burgun, kur del martohet, djalin e ti e më i madhe, ha? Mirë, Erleta është më e madhe? Po, Erleta është më e madhe, prej nanës tjetër, po ndaj pe gruas tjetër, po. Unë jam më i madhe dhe një motër e kam më të vogël, po. Edhe pastaj këtë djalin ndonjëherë shëtit Buzdrinit, po gjithmonë i survejuar, i ndjekur, edhe pak e mban mend se në vitin 94 burgoset tash ti ishe sa? 94. Këtë desha me thonë që unë tash nuk ka një vit që përmes një lloj komunikimi ma tha dikush që babi yt me ty bashk ka qenë në Dri, datat ai din dhe unë si më me më sot, keni bo këto. Domethënë as i përcjellur ka qenë, sa që edhe në Dri kur kemi shku me u lak ose me bo përndej piknik ose një gjë të tillë, është ditë prej shërbimit sekret. Dhe këto më ka thënë dikush prej shërbimit që më ka thirrë në telefon, që nuk e njeh kush është, shërbimit atëhershëm të inteligjencës serbe ose UDBA-s, në gjuhën e atyre më vol. Po. Dhe po, ka qenë në një fëmijë thash, e vështirë, po edhe nuk po dua edhe emocionin me kthy në këtë lloj dhimbje kështu, sepse ka edhe shumë vështirë se ne që kemi përjetu, megjithatë ne kemi pas edhe pjesën tjetër të familjes, nanën, edhe të tjerët, po më dojmë edhe dajtë edhe agjallarët i kam të Krushës, dhe janë këta që janë kujdes, po sidomos nana, pastaj është bolle nana dhe babë, që nuk ka veç nëna ime fatin në Kosovë, për shqiptarë fatkeqësisht, po kanë shumë nana një fat të tillë, dhe besoj që kjo na ka bo mos më na mungu shumë gjëra në atë kohë që do na jepte veç babi. Po pastaj tu rrit, po, babi është. Shkollimin fillor e mbarove në fillor, një pjesë të shkollimit fillor në Krush aty, ëh. Gjatë kësaj periudhe shkoje me vizitu babën? Po, unë kam shku çdo muaj në fakt në vizitë. Deri në dhjetor të vitit 1998, çdo muaj kam qenë në vizita në burgje të ndryshme. Ka e kanë lëviz? Ku e kanë dërgu babën. Unë e moj mend Nishin, e moj mend Dubravën, e moj mend këtë Mitrovicën e Sremit që është te Beogradi dikun atje, e moj mend edhe Prizrenin, po më fëmijë kam qenë shumë, 4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, deri në 11 vjeç. Po, këto gjitha i mbaj mend vizitat, gjithmonë me peripetit ndryshme, me autobusa, shpesh ma kujtojnë familjarë tjerë që edhe në kohë dimri, në kohë para lufte nuk kanë qenë kushtet e sotit, as në autobusa, nuk ke pas klima e gjënat e tilla, dhe jemi ftof rrugës, kemi pas sfida tjera, po, çdo muaj, pa ajo që ka mbaj mend, sepse unë kam qenë fëmijë, janë 2 gjëra shumë si për mu, vetëm për mu, është një dhuratë që babi më ka bërë për ditëlindje kulën e Eiffelit, që ka marru vetë me fijet e Qiberitit. Ka qenë diku 1 metër, po, për ditëlindje. Kullën e Eiffelit. Që ka ndjek fatkeqësisht në luftë. Në luftë. Po, dhe kjo e dyta është pastaj është e dëmshme, kjo është momenti hera fundit që kam pa babin në Mitrovicë së Sremit përmes grilave, këtë pasqyrë kështu e kam, domethënë përmes grilave, babin në anën tjetër, me fol jo, sepse na është ndalu me fol gjuhën shqipe. Presione ndryshme ka pas, prandaj shpeshherë, edhe krejt që ka u bo ka qenë një shikim vizual aty për aty, edhe kjo ka qenë rafun që kom pa babin. Pastaj më shku